pa qeveri teknike për të përgatitur zgjedhjet, në zgjedhje nuk shkohet. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Ne e kemi deklaruar këtë. Dhe kjo është një vërtet e faktur tashmë. E faktur jo vetëm nga ne, por nga komuniteti ndërkombëtar vëzhgimi i zgjedhjeve. Ndaj dhe Partia Demokratike dhe opozita kërkon largimin e Edi Ramës, kërkon një qeveri teknike, e cila të përgatit një proces zgjedhor të drejtë. Kjo është kërkesa jonë. E dyta, ne natyrisht në kohën e duhur do të japim mendimet tona edhe për qeverinë teknike dhe për persona dhe për gjithë. Për ne rëndësi vendimtare ka përgatitja një procesi zgjedhor të drejtë. Dhe mos bllokimi i drejtësisë, i ligjit dhe kushtetutës. Dy janë kushtet. Se një qeveri që bllokon drejtësinë është për t'u hedhur në lanë. Drejtësia nuk do të bllokohet. Është kushti gjitha kushteve që të funksionojë ndarja e pushteteve. Jo si sot që një njeri merr të gjitha pushtetet në një dorë, merr dhe vlerësimin e provave, thot se urdhra që kam dhënë me mesazhe nuk janë prova, nuk janë urdhra. Dëgjoni tani çfarë gjë ku shkon. Pra, ky i pranon fajin e vet, e ka pranuar. Që kur thot se nuk jemi Venezuela me naftë, që kur thot se mesazhet nuk janë prova, ky do thot se është një vlla siamez me Maduron dhe se është Lubiash prestanomi i tij. Jep dorëheqjen me njëherë. Jep dorëheqjen sepse do të dorëheqin dhe mos harro kur 20 shkurtin. Se çfarë din shqiptarë të bëjnë me kultet e rreme, me kultet satanike. Pra jep dorëheqjen.